Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në programin Familja 7. Pashka është një kohë e shenjtë, një kujtesë së sakrificës më të madhe që është bërë për shpëtimin tonë. Jezusi me jetën edhe vdekjen e tij në kryq mundsoi faljen e mëkateve, na dha shpresë përjetshme. E sot ne le të kujtojmë këtë sakrificë e të falenderojmë Zotin për dashurinë e tij të pafund. Kemi kënaqësinë të kemi të ftuar një çift pastorësh të bekuar, të cilët të ndajnë me ne fjalën e Perëndisë dhe do të na ndihmojnë të thellohemi më shumë në kuptimin e asaj që Jezusi ka bërë për ne. Pastor Tomor dhe Miranda Ajeti nga Kisha Fitoria në Tiranë. Mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë se gjeta. Kaq bekim të kemi këtu, gëzuar Pashkën. Gëzuar edhe juve. Cili është përjetimi që ndjeni sa herë kjo festë vjen, diçka të veçantë që ju festoni, si e festoni me kishën? Si gjithmonë, Pashka është një ndër festat kryesore për gjithë të krishterët kudo në botë, edhe sa herë që ne mblidhemi për këto festa, ne lavdërojmë Perëndin dhe jemi mirënjohës si gjithmonë, domethënë për çfarë ai ka bërë për ne. Për ne, si kish, është një kohë e veçantë, e besoj edhe për çdo kish, është një kohë shumë e rëndësishme, ku ne rikujtojmë një sakrificë që askush s'ka mundësi ta bëjë për ne, përveç Perëndisë, edhe është një kohë reflektimi mbi këtë vepër të jashtëzakonshme, edhe është një kohë ku ne mendojmë më shumë për të qenë mirënjohës ndaj Perëndisë, sepse ka shumë gjëra në të përditshmën tonë që na bëjnë të harrojmë mirënjohjen, të jemi mirënjohës, edhe mendoj që Perëndia jo rastësisht I ka lënë disa data për neve si të krishterë, sepse ne jemi njerëz që harrojmë, kështu që këto festa, siç është Pashka tani dhe Krishtlindja në fund vit, ose dita e Pentakostit, janë festa që kanë shumë rëndësi për ne dhe na kujtojnë atë çfarë Zoti ka bërë për ne. Po. Ndërkohë, Miranda, lidhur me Kishën Fitoria, çfarë bëni për Pashkë, si organizoheni, si janë takimet tuaja, dhe për ty personalisht, çfarë përfaqëson Pashka? Në fakt, në përgjithësi, kur ne kemi Pashkën, por edhe Krishtlindjen, që janë festat kryesore të krishterëve në botë, ne zakonisht përqendrohemi gjithmonë që të mundet së pari ta bëjmë të njohur Jezusin në botë. Duke ditur çfarë ne kemi marrë nga Perëndia, është kjo kryesorja, domethënë që tjerët gjithashtu të marrin nga e njëjta paqe dhe jetë që ne kemi marrë edhe gëzim nga Jezusi. Kështu që çfarë bëjmë ne zakonisht është përqendrohemi që edhe kishën ta mobilizojmë, që të ungjillizojmë më shumë, të dalim më shumë në rrugë, për shembull këtë kohë të Pashkës, para 2 muajsh, në fakt e kemi nisur Pashkën, kemi inkurajuar njerëzit në kishë duke filluar një projekt lutjeje, që çdo person të lutet për një person tjetër që e ka pasur në zemër, i ka folur, edhe ka dëshirë ta ftojë domethënë për festën e Pashkës, por gjatë gjithë kësaj kohe të jetë në lutje që edhe Zoti nëse thot diçka për ta ftuar atë diku apo për të bërë diçka të veçantë, edhe për të përfshirë të tjerët motra dhe vëllezër që janë në kishë. Edhe kjo ka qenë domethënë një gjë që edhe ka rizjuar deri diku edhe na ka përgatitur përpara Pashkës. Kështu që kjo është gjëja e shtesë që kemi bërë këtë vit, por e përvitshme është e zakonshme, domethënë ne përgatisim këngë për të falenderuar Perëndin, edhe drama për ta shpjeguar ungjillin. Domethënë kisha gjithmonë fokusohet që si ta afrojmë lajmin e mirë tek ata njerëz që ende nuk e njohin Jezusin dhe ende janë në errësirë. Pra, sikurse Jezusi na pati ne në mendje, kur ai erdhi dhe dha veten e tij për gjithë ne, ne duhet të kemi në mendje dikë tjetër, që të mundet vërtet ata ta njohin dashurinë e Jezusit në kryq. Dhe lavdi Zotit për Kishën Fitoria, ndër kishat e para dhe jo vetëm ungjillore pas 90-s, që ka shënuar një emër të mirë, edhe shoh që jeni aktiv, keni plot të rinj, si po ecin shërbesat, pastor? Në përgjithësi shërbesat janë duke ecur, edhe kjo për ne gjithmonë shikojmë tek të rinjt, sepse duam që ata të jenë në zjarr për Perëndin, që ata, sepse ne kemi filluar vetë të rinj, edhe dim se çfarë rëndësie ka që ti të fillosh I ri në Zotin e ta ndjekësh Perëndin. Kështu që I gjithë investimi ynë edhe si shërbesë është që të aktivizohen të rinjt në gjërat që kisha I ofron, siç është lutja ose mësimi në shkollë biblike që kemi, trajnime të ndryshme, për shembull gjatë
këtyre 2 javëve që kemi pas, kemi bërë një trajnim mbi ungjillizimin, sepse ne nganjëherë mendojmë po unë di si të ungjillizoj. Por kohët ku ne po jetojmë ka ndryshuar dhe nëse ne kemi arritur njerëzit më përpara me një lloj metode, sot ka edhe metoda të tjera më të avancuara për t'ia shpjeguar njerëzve ungjillin. Kështu që kemi një grup që është i përfshirë në media për t'i arritur të rinj sepse shumica e tyre sot janë celular. Do thotë nëse një kohë ne i arrinim në rrugë, sot duhet shikojmë si t'i arrijmë celular sepse njerëz po dalin as rrugë më. Edhe nëse dalin në rrugë janë celular, që është shumë e rrezikshme, po prapë është kjo është çfarë po ndodh. Kështu që duhet një farë mënyre edhe gjenerata jonë t'i përshtatet kohës, edhe vërtet duam që të rinjt të mos bëhen sklever të gjërave që bota i ka, po të përdorin veglat që bota i përdor për t'i arritur ata për Krishtin. Po, lavdi Zotit. Në këtë kohë gëzimi, në këtë kohë Pashke, pse pastor në besimin e krishter është në qendër kryqi dhe ringjallja? Besoj që pa kryqin krishterimi nuk ka kuptim. Sepse ajo është kulmi i veprës Perëndis, që aty Perëndia tregoi se sa shumë na do dhe sa shumë na ka dashur gjithmonë Perëndia, por u desh që të sakrifikonte më të mirin për ne. Edhe zakonisht kur ne duam diçka, pavarësisht çfarë është ajo gjë, mund të jetë edhe le të themi edhe një person nëse e duam, ne jemi gati të sakrifikojmë absolutisht gjithçka për atë person. Le të marrim për shembull fëmijën tonë. Kush është ai prind që për fëmijën e vet nuk do të sakrifikonte diçka? Ndoshta edhe jetën e jep për fëmijën e vet. Tani edhe Perëndia për dashurinë që pati për ne sakrifikoi birin e tij, edhe kjo për njerëzit që ndoshta nuk besojnë, i duket e pakuptim, por për dikë që është në kërkim të Perëndis, vërtet merr gjithë kuptimin se çfarë është ta duash dikë. Edhe Perëndia vërtet përmes kryqit tregoi dashurinë e tij, se ne Bibla thot kur ishim armiq, ai e dha jetën e tij për ne. Kështu që kryqi për mua është vërtet simboli më i fuqishëm i sakrificës që dashuria bën. Po, në fakt edhe unë doja të shtoja, kryqi është mesazhi i shpresës. Momentalisht, do të thënë, ne e marrim sa po shikojmë kryqin e dim që e mbushemi me shpresë, se dikush tjetër shkoi atje. Por më përpara kryqi ishte objekt i mallkimit, i dhimbjes edhe i turpit. Por Jezusi i mori të gjitha këto, edhe në shkëmbim, ai na dha në shpresë, ai mori vendin ton dhe kryqi tani është një gjë, domethënë që sa herë që shikon ne nuk kemi frikë më. Më përpara njerëzit kishin frikë sepse ishte vdekja. Ishte vdekja vetë. Dhe pastaj e lidhur kryqi bashkë me ringjalljen, sikurse edhe ju pyetet çfarë është ringjallja. Sinqerisht nuk do dinim si ta jetonim jetën tonë të krishterë nëse s'do kishte pas ringjallje. E nëse do kishte pas ringjallje, as shpresa jon do ishte e kotë. Ashtu thotë edhe Bibla, që shpresa jon do ishte e kotë nëse nuk do kishte ringjallje. Dhe Jezusi po ashtu u bë një shembull i gjallë për ne, që ne të mundet tani të ndjekim edhe jeta bëhet edhe më e lehtë, për shkak se ai pagoi për të gjitha. Dhe tani ne kemi mundësi, e lehtë flas në marrëdhënie me Perëndin, sepse e gjithë besimi ynë ka të bëjë një marrëdhënie të gjallë me Zotin. Edhe jo çdo person mund t'i afrohet një Perëndie të shenjtë. Pa shkuar tek ringjallja, tek vdekja së pari e Jezusit në kryq dhe pastaj tek ringjallja, që me anë të gjakut të tij ne i afrohemi Perëndis. Po, kjo sakrificë pra vlen për gjithë kohën, për gjithë brezat, edhe në shoqërinë e sotme moderne, që duket sikur është anashkaluar pak kuptimi i kryqit edhe i ringjalljes. Si na fton Pashka në fakt të reflektojmë në jetën tonë shpirtërore edhe në marrëdhënie me Zotin? Unë mendoj që një nga gjërat që mungon sot në shoqëri është njohuria mbi mëkatin. Shumë njerëz nuk e kanë këtë njohuri, edhe prandaj edhe nuk e vlerësojnë sakrificën që Jezusi ka bërë. Ju duket ndoshta edhe pa kuptim në kohën që po jetojmë, pse duhet dikush të vdes për mua, pse duhet Perëndia dërgoj birin e tij dhe të kryqëzohet. Do thotë për shkak se njerëzit nuk kanë njohuri për mëkatin, nuk kërkojnë as shpëtimin. Është si ajo për shembull, derisa njeriu nuk e di që është i smur, nuk kërkon ilaç, por në momentin që e kupton që është i smur, atëra është në kërkim për ilaçin derisa ta gjej. Edhe mendoj që edhe ne, ndoshta si të krishterë, kemi haruar pak të flasim mbi mëkatin, se sa
se çfarë sëmundje shpirtërore mëkati është. Edhe disa njerëz mendojnë që mëkat mund të jetë vetëm vrasja ose një nga ndonjë krim i jashtëzakonshëm, po mëkati është një gënjeshtër, mëkati është një mallkim, mëkati është një fjalë e keqe e thënë ndaj dikujt. Domethënë edhe kur njerëzit marrin më shumë njohurim mbi gjendjen e tyre ku ata janë, besoj që pastaj edhe pashka dhe sakrifica e Perëndis do ketë më shumë kuptim për ta. Sepse ne të krishterët ne dim, ne le të themi kemi vite në kish, ne dëgjojmë fjalën e Zotit dhe e dim shumë mirë kuptimin e pashkës, por jo të krishterët, domethënë ata kanë nevojë të dëgjojnë më shumë edhe për gjendjen ku ata janë, që ta kuptojnë se pse vdiq Krishti. Po, por si mund ta kuptojmë fuqinë e ringjalljes Miranda personalisht në jetën e përditshme, pra një krishter? Si mund ta jetojë këtë pjesë? Çdo ditë. Po, dhe këtë do të thosha që mënyra se si jetojmë ne besimin ton të krishterë nuk është vetëm si lidhim atë me pashkën, por çdo ditë jetës sonë. Edhe besoj që fuqia e ringjalljes së Perëndis mund të përjetohet çdo ditë në një marrëdhënie direkte me Atin. Edhe për këtë erdhi Jezusi, për të na pajtuar me Perëndin. Njeriu, duke qenë në mëkat, ishte i ndarë nga vetë Perëndia i plot fuqishëm që i donte shumë, sepse Ati ynë është ai që na ka dhënë jetë, na ka dhënë frymë, edhe na ka një farë mënyre, domethënë ai na ka ringjallur sërish për shkak se me mëkatin tonë ne u zhytëm edhe më tepër në errësirë. Edhe patjetër që çdo ditë kjo fuqia e ringjalljes Jezusit, dhe e njëjta fuqi që u ngriti lart Jezusi nga të vdekurit, e njëjta fuqi mundet në jetën tonë që besojmë, po dhe ati që nuk beson. Nëse ne besojmë tek Jezusi dhe të rrasim në fuqinë e emrit të Tij, atëherë patjetër ai do ta lërë në gjysmë atë drejtimin tonë drejt humnerës, edhe do të na zjas dorën lart, ashtu me atë dashurinë e madhe, siç e la qiellin dhe la gjithçka të mirë që kishte, e zgjati dorën dhe na kapi ne. Ndaj dhe vërtet, domethënë, më pëlqen këtu ka kryq në këtë skenë, gjithashtu edhe kur unë shikoj kryqin unë mbushem me shpresë, mbushem me jetë, se e di çfarë Zoti bëri, pikërisht që unë të lidhem me të sërish. Dhe kam jetë, kështu që ta përfshi Zotin dhe fuqinë e ringjalljes së Tij, që është fryma e shenjtë, po ashtu në jetën time të përditshme është fitore për mua, edhe për çdo të krishter besoj. Personalisht ju kur e keni ndjerë për herë të parë dashurinë e Perëndis në një farë mënyre, në një mënyrë që ju ka transformuar? Për mua, dashuria e Perëndis është diçka e vazhdueshme, por prekja e parë ka ndodhur në momentin që unë kam pranuar Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Aty unë kam përjetuar tamam si një val hyjnore që zbriti në zemrën time, edhe e kuptova në atë çast që unë ndryshova, nuk isha më ai person që kam qenë. Edhe me njëherë pasi përjetova këtë dashuri të Perëndis, unë kisha një mik, Jonas quhet ai, është suedez, edhe e mora në telefon, edhe nga që ai ka qenë ai që më ka folë për Jezusin për një kohë, edhe e mora në telefon, thash, Jonas, po çfarë ka ndodhur, thash, unë e kam pranuar Jezusin, unë jam shpëtuar, edhe haleluja. Kjo ka qenë përjetimi i parë i dashurisë, momenti që unë kam besuar te Zoti Jezus. Dhe sa vjeç ke qenë pastor në atë kohë? Kam qenë 20 vjeç. 20. Po. Kështu që tani kam 33 vjet që besoj. Kam më shumë me Krishtin se pa Krishtin. Si është ky dallimi më shumë me Krishtin se pa Krishtin? Si nata me ditë. Ditë është vetëm jeta me Jezusin, natë është pa Jezusin. Por dashuria e Perëndis është diçka, sipas mendimit tim, diçka që nuk shteron. Ajo vjen në nuanca të ndryshme, në momente të ndryshme të jetës sonë. Edhe sa më shumë që njeriu është i hapur ndaj dashurisë Perëndis, ajo vetëm vjen edhe të mbush, edhe të drejton. Pali për shembull thotë dashuria e Zotit na shtrëngon. Ka momente kur të drejton, ka momente kur të shtrëngon, ka momente kur të ndalon. Dashuria ka shumë nuanca. Por që është e pashtershme është, edhe që e ka burimin tek Perëndia e ka. Vetëm kërkon që neve të jemi të hapur, të themi Zot, e janë jetën time, Zot kam nevojë për ty, pavarësisht se çfarë tradite fetare dikush mund të ketë, Jezusi është vetëm një lutje larg. Nëse dikush thret Jezus e janë në zemrën time, ose edhe Jezus më ndihmo, fuqia, siç po përmend Miranda, fuqia ringjallëse është fuqia jetëdhënëse e Perëndis, është fuqia që e ngriti Jezusin nga të vdekurit, është fuqia që na
ndihmon ne të besojmë, është fuqia që një ditë do na çojë atje ku është Perëndia, është e njëjta fuqi, besoj është fuqia e dashurisë Perëndisë. Miranda, kur e ndjeve ti këtë dashuri të Zotit për herë të parë? Në fakt, për herë të parë ka qenë po, dhe unë kur e kam pranuar Jezusin me anë të një fletushke që e kisha marrë nga dikush tjetër, duke lexuar atë, unë e kam ftuar Jezusin në zemrën time dhe aty kam përjetuar njëkohësisht shumë dritë në jetën time dhe shumë dashuri. Dhe kjo ka filluar pastaj të ngrinte tek unë një lloj etje që të lexoja Biblën, mua më dha dhe Bibla në jetën kohësisht, dhe pastaj e bukura e gjithë të shmisimet të shpëtimit është që duke lexuar Biblën, unë për 2 ditë shkova tek Ungjilli i Lukës, e kisha mbaruar, edhe thash me siguri kjo Bibla ka probleme me printimi, kështu që do kërkoj një Bibël tjetër, e kontaktova personin që ma dha, e thash të lutem kjo ka probleme me printimin. Pse tha ajo? Thash sepse historitë po përsëriten nga e para deri te ky libri tjetër. E tha, ku ke arritur? E thash, kam arritur tek Ungjilli i Lukës. Ai tha, bravo të qoftë, vazhdo, tha, se je mirë. Dhe pastaj më ftoi në kish, kështu që un kam shkuar në kish edhe kjo ishte kur e përjetova vërtet dashurinë e Perëndisë të personifikuar tashmë. Do të them personalisht ndjeva dashurinë e Zotit përmes njerëzve të tij në kish. Po, në shërbes. Kisha njerëz, edhe vërtet do të drejtohesha kujdo që e dëgjon këtë mesazh. Kisha është shpresë. Kisha shpërndan atë për çfarë Zoti e krijoi dhe e vendosi në këtë tokë. Ndryshe ai do na kishte marrë atje lart në momentin që ne shpëtoheshim. Dhe jeta atje është shumë e bukur. Po ai e vendosi këtu sepse ai dëshiron të japi shpresë gjithë njerëzimit, gjithë atyre që sot ende nuk e njohin dhe kur dëgjojnë kishën e thënë, "Oh, le, diçka fetare." Nuk ka lidhje fare me fen. Është diçka e gjallë, është diçka reale me cilën ti çdo ditë mund të jetosh dhe me gjërat që përballesh përballesh me lehtësi, sepse e di që nuk je vetëm, ka njerëz të tjerë që esin një lloj si ti, domethënë, dhe ti ke nevojë të njëjtën ndihmë siç edhe gjejmë ne. Kështu që kur unë shkova për herë të parë në kish, sepse unë kam aq shumë gjëra që i kam përjetuar edhe mund të jetë çike gjatë përgjigja gjithsesi, kur shkova për herë të parë më prekën shumë njerëzit. Edhe dashurinë pa kushte që ata më ofronin. S'kishin asnjë interes. Më pam për herë të parë dhe mua afruan atë sa e mirë që bëri përshtypje mikpritja. Më bëri shumë përshtypje. Madje unë mendoj që ajo që më ktheu sërish në kish ishte pikërisht njerëzit. Ata më përqafuan, më morën, domethënë s'më njihnin fare, nuk e dinin nga vija, por nuk më paragjykonin, kështu që unë ndjeva dashurinë e Jezusit tamam përmes njerëzve të tij aty në kish. Kështu që a ka pasur periudha të vështira? Me siguri ka pasur, se të gjithë kalojmë jetën tuaj, por që kuptimi i Pashkës, mesazhi që përcjell Pashka, vetë Jezusi ju ka mbajtur fort në këto momente të vështira. Po, patjetër, sepse të besosh te Jezusi nënkupton që do ketë edhe sfida përballje të ndryshme me gjërat në jetë, si çdo njeri. Çdo njeri kalon nëpër sfida të ndryshme. Mund të jenë sfida shoqërore, sfida me shëndetin, sfida financiare, ka lloj-lloj sfidash sepse po jetojmë në një botë të rënë. Por fuqia që po flisim, fuqia e ringjalljes, fuqia e dashurisë Perëndis, është aty për çdo që e kërkon. Edhe ne si besimtar, nuk është që gjithçka na jepet në pjatë e thotë ja merre. Prandaj edhe Perëndia thotë që më kërkoni dhe do më gjeni. Kjo nuk është diçka që ne e kërkojmë Zotin një ditë dhe për 50 vjet I themi hajde mirupafshim tani. Jo, kërkimi I Zotit është çdo ditë dhe çdo ditë Bibla thotë ai na jep hir, na jep fuqi ose forcë për ta përballuar çfarëdo lloj pengese ose sfide. Kështu që besoj që jo vetëm për Pashk, po për çfarëdo lloj dite të vitit, çfarëdo lloj muaji të vitit, nëse ne e kërkojmë, e njëjta fuqi që ringjalli Krishtin prej së vdekuris, mund të manifestohet kur ti e kërkon Perëndin, edhe ai të ndihmon në sfidat që ti ke. Po, pra Miranda, ka qenë më e lehtë duke qenë bashkë si çifte, duke qenë Zoti në qendër të jetës dhe të martesës suaj për t'i kaluar këto probleme? Ja, me sigurt që po. Më thënë, kjo është një më thënë, s'ka rëndësia as ti shkosh gjërave në detaje, duke pasur Jezusin në qendër të jetës sonë dhe në mes, më thënë, lidhja treshe midis ne si burrë e grua është shumë e rëndësishme që ja për shembull një moment që do të ndaja një ilustrim të vogël. Shpesh herë ne përballemi me situata që krijojnë mosfalje në jetën tonë. Edhe ato janë situata të vështira. Edhe nëse ne do ta mbanim atë
mos faljen, edhe më tepër jeta jonë do të trishtohej. Mirë po Jezusi na ka treguar ai na ka falur ne shumë gjëra. Atëherë kush jemi ne që mund t'i mbajmë faljen dikujt tjetër kur ne jemi të falur vetë? Jemi pra njerëz të papërsosur vetë. Kështu që kjo është për çdo marrëdhënie, qoftë marrëdhënien tonë si çift, po qoftë edhe marrëdhëniet tona reale çdo ditë, domethënë me familjen, me shoqërinë, domethënë ne hasemi që duhet falim patjetër dika. Edhe për ta falur, ti nuk mundesh dot ta bësh me fuqinë tënde. Ka shumë histori të bukura që nuk kemi kohë për t'i rreshtuar të gjitha, po ka pasur momente aq të vështira për të falur dhe nuk kanë mundur dot ta bëjnë pa fuqinë e Zotit, por prapë se prapë e kanë bërë. Si për shembull t'ju vritet motra nga dikush tjetër, e ai person të vi përpara dhe ti duhet t'i japësh atij mesazhin e bukur të shpresës që është ungjilli që Jezusi të do ty shumë. Edhe kur ti përballesh me këtë gjë, atëherë vetëm vjen kjo fjalë, që është kryqi sërish. Unë shkova në kryq. Ti kishe bërë shumë gjëra dhe unë të fal aty. Nëse ti gjithashtu po shkon përmes situatave të tjera që dikush tjetri ka bërë kundra teje. Unë kam paguar për ty, ti duhet të falësh personin tjetër. Kështu që në këtë mënyrë gjithmonë kryqi si mesazh. Dhe çfarë do t'i thonit, duke qenë se jemi në këtë atmosferë pashke, çfarë do t'i thonit një zemre që nuk e njeh akoma fuqinë e ringjalljes Krishtit? Unë do inkurajoja atë person që t'i jap një mundësi Perëndis, sepse nëse ne thjesht e hapim zemrën për Perëndin, jam i sigurt që asnjëherë nuk do t'i bijmë pishman, asnjëherë. Mendoj që ky është hapi më i rëndësishëm që një person mund të bëjë në jetën e tij, sepse është si lojë shahu, në lojën e shahut ti bën një lëvizje, tjetri bën një lëvizje, nuk mund të bëj dy lëvizje. Ti bën një lëvizje, tjetri bën një lëvizje. Perëndia bëri lëvizjen e tij. E dërgoi birin e tij në kryq. Pashka pikërisht simbolizon gjithë këtë proces, vdekja në kryq, varrosja dhe ringjallja ditën e tretë. Ne festojmë ringjalljen, pra Perëndia bëri lëvizjen e tij, tani pret që ne ta bëjmë lëvizjen tonë. Kështu që ajo loja tani është një farë mënyrë simbolike, po e shpjegoj, që është hapi ynë t'i afrohemi Zotit. Edhe mendoj që çdo person mund ta bëjë atë, mund ta bëjë hapin drejt Perëndisë, sepse Perëndia e ka bërë hapin drejt tyre. Dhe formulimi sipas zemrës tënde, Miranda, cili do të ishte për çdo zemër, ndoshta për çdo zemër gruaje që nuk e njeh fuqinë e ringjalljes? Do të thosha, nëse ne jemi duke endur, nëse jemi të krishterë, ne kemi një fije shpresë gjithsesi. Jo një fije, po shumë shpresë. Nëse nuk je i krishterë, po dhe ti ke shpresë. Jezusi ka dhënë hir dhe mëshirë për çdo njeri. Dhe sot në këtë mesazh pashke, çfarë do që të ofrohet personalisht, mos i thuaj jo. Ti shko tek Jezusi edhe shprehi atij shqetësimin tënd. Edhe në këtë mënyrë ai do të vijë dhe do ta ndryshojë jetën tënde. Kjo do thosha unë që gjë e parë është shko tek Perëndia. Krijoj një marrëdhënie, folja atij është shumë e thjeshtë. E përmendëm pak më përpara që Perëndia është një lutje larg, po lutja ne na duket ndonjëherë e madhe, se si jemi mësuar. As të lutemi, as të dim si mund të lutem. Ja në këtë mënyrë, Zoti i dashur, eja në zemrën time. Më ndihmo sot në gjithë trishtimin që kam. Më jep atë çfarë ti po kam dëgjuar të më thonë që ti mund të japësh. Edhe në këtë mënyrë restaurohet edhe marrëdhënia e secilës grua, dhe çdo grua ka nevojë për një ndihmë çdo ditë. Unë kam gjetur Jezusin, mikun tim më të mirë çdo ditë. Lavdi Jezuset, ku ka më mirë. Për ta përmbyllur këtë intervistë me këtë mesazh kaq të bukur pashke, nëse do të ishte një fjalë që do duhet t'i thonit Jezusit sot, të dy personalisht, cila do të ishte? Faleminderit. A ka fjalë më e bukur se sa faleminderit shumë Zot. Nuk besoj që nuk kam as fjalë përveç se të them faleminderit shumë. Kjo është ajo çfarë. Në fakt besoj që pastori po përpiqet të thotë që nuk është mjaftueshëm edhe faleminderit në fakt, se ne jemi shumë të kufizuar me fjalën vetëm faleminderit. Po shumë mirënjohje do thosha unë, një shprehje, edhe një tjetër do thosha ta adhuroj Zotin im në përjetësi, sepse ai e ka mbushur jetën tonë me këngë, ai është kënga jonë, ai është gëzimi ynë, ai është jeta jonë. Amen. Po mendoja po unë nëse duhet t'jepja një përgjigje për këtë pyetje, do i thoja Zot
Jezusi e dashuria e jetës time. Amen. A ka më bukur faleminderit mirënjohje dashuri në këtë Pashkë. E vërtet. Faleminderit shumë, kaq bekim tu kisha këtu. Falenderojmë Zotin për punën e mirë që jeni duke bërë në trupin e Krishtit në Shqipëri, e që Zoti vazhdoj të përdor për lavdinë e tij. Amen. Faleminderit shumë edhe për Faleminderit. ftesën. Faleminderit, Ftesa. gëzuar Pashkën. Gëzuar edhe ju. Le të vazhdojmë të jetojmë me besim, me shpresë, me dashuri për njëri tjetrin, duke e kujtuar gjithmonë sakrificën e madhe që Jezusi ka bërë për ne. Le të jetojmë çdo ditë me mirënjohje e të përhapi mesazhin e dashurisë dhe shpresës që ai ka sjell. Zoti ju bekoftë, e dhënë paqe e gëzim në këtë Pashkë. Rikthehemi pas pak në studio.